Profesor Grima, një spektakël sot në stadiumin Loro Boriçi, e prisit të rezultat dhe të fitore ka që thedhë. Urimi fillimisht. Faleminderit, që të jemi sinqert, ndoshta fitoren e kam prit, sepse kena luftuar dhe kena punuar shumë me vajzat që të arrijmë të kjo fitore. Ndoshta ajo ka çfarë, por unë jam i bindur të cilësitë që kanë vajzat, të mundësitë që kanë, dhe sot u shprehin më së mirit dhe duhet të falenderoj shumë për këtë ndeshje që na dhuroi gjithëve. Cila ishte arma më e fortë e ekipit shqiptar sot? Arma më e fortë e unë është gjithmonë kolektiviteti, shpirti i garës, që vajzat nuk kursejnë asnjëherë, që kanë për të dhënë, japin maksimumin, luftojnë, dhe ne kur luajmë kështu, gjithmonë kemi arritur rezultate të mira. Pas pak ditësh sërish në Kroaci, por në Kroaci do të jetë një histori tjetër? Po normalisht që në pretendeshje tjetër, do të jetë më vështirë se kjo këtu. Do të arrijmë që të sjellin gjendjen fizike vajzat, do të mundohen që të sjellin gjendjen fizike vajzat më të mirë. Do punojmë këto 2 ditë që kemi dhe që të dalim aty me një rezultat pozitiv, sepse kjo është vetmja rrugë për të mbetër këtu ku jemi. Profesor, përpos mungesave të mëparshme edhe dëmtimi i portieres erdhi dhe sa ndikoi tek skuadra. Po tash kur vjen mas një të keqës thojmë gjithmonë ka një të mirë, mungesat sot nuk ishin si rëndësy, ato vajzat që luajtën i kanë zëvendësuar në mënyrën më të mirë. Jam shumë i kënaqur për gjitha vajzat, për gjithë grupin, për gjithë çallon në fushën e lojës. Edhe tifozët sot ishin prezent ju mbështeten. I falenderoj shumë, i falenderoj zemra për mbështetjen që na kanë dhënë. Sa herë që vim në Shkodër për me luajtë ekipi jon kombëtar, gjan këtë mbështetje, gjan këtë ngurësi që ta bëjnë më atlet lojën edhe neshin edhe për të dhënë gjithçka, dhe unë jam shumë i gëzuar që sot i kena nxjerr krenar nga stadiumi, i kena nxjerr lumtur për këtë fitore. Suksese, profesor. Faleminderit shumë.